Peshorja, parashikimi për shenjën e peshores për muajin janar 2026 në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, çfarë do na thon letra tarot, se do jetë energjia e shenjës së peshores, pavarësisht peshorja është letra e drejtësisë, letra e balancimit, po ka pasur dhe situata të vështira. Pavarësisht që në vitin 2025 mund të ketë patur pengesa, mund të ketë pasur një ulje, mund të ketë pasur pengesa dhe ndoshta gjërat nuk i kanë shkuar mirë, por 2026 për peshore do jetë super mirë, do ketë një energji pozitive dhe gjërat do jenë super mirë gjërat. Peshorët kanë pasur një lëkundje të financës, një ulje, një ngritje të financës, por do kenë një stabilitet në vitin 2026, nëse kanë dhe biznesin e tyre, do kenë një ngritje ekonomike në biznesin e tyre, do përballen me persona që janë të lëkundër në mendimet e tyre, do e kenë një mundësi për t'ia dhënë një shans dhe nuk do t'i japin një lajm, do i marrin të mirë lajme, do i marrin të ydhura, po jo për të shqetësuar. Besojnë shumë të universi, për njerëzit mund të jenë negativ, po për universin janë të bekuar ka bekimet e universit. Mund të kenë pasur një lidhje, mund të ketë pasur një lidhje dashurie, ndau bashko një lidhje si të lidhur me magji, një divorc, një ndarje, janë shumë zibërtyer, mund të jenë pak konfuz, ndoshta dhe një peshore kanë qenë konfuz, por do kenë qartësime, do qartësojnë, do bëjnë udhëtime të gjata, një largim nga vend banime nëse kanë menduar për të udhëtuar. Do viti 2026 për peshore do filloj me firma dokumenta, me kontrata nëse janë duke pritur ose për të firmosur disa kontrata. Dëshira e tyre në vitin 2026 muaj janar do të bëhet realitet, kanë takime, telefonata, rikthim i dashur ose rikthim e dashur, një udhëtim të furishëm, një komunikim, çdo situatë që do i dalin, çdo situatë që do i dalin një peshores, do i dalin përpara, do dalin të fituar. Kontrata punë, firma, dokumenta duhet të konsultohen mirë me një avokat, kërkojnë të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre, do kenë balancime, por përsëri do dalin e drejta e tyre. I pëlqen me një zanat të dytë, një profesion të dytë, Saturni mund të japi pak çekuilibrim, po përsëri do e kapin situatën në dorë, janë të rrethuar e botës së tyre, duhet të dalin nga botë e tyre. Në momenti që do dalin nga botë e tyre, do korrin sukses, do korrin triumf, do korrin fitore, do ecin përpara. Nga ana financiare do jenë të kompletuar, do përballen me persona që janë xheloz, por nuk do t'ia kushtojnë shumë rëndësi. Viza, pasaporta, dokumenta do marrin përgjigje për po, nëse kanë të bëjnë me seanca gjyqësore, me drejtësinë do marrin përgjigje për po. Nëse një peshore mund të ketë një divorc, mund të kërkoj një kontratë pune ose është në pritje të një vize, do marri përgjigje për po. Shikoj situata shumë të mira për shenjën e peshores, nuk shikoj që do ketë ndonjë problematik me shëndetin. Do jetë mirë në vitin 2026 për muajin janar 2026, peshorja do jetë mirë si në punë, si në dashuri, si në fat, si në lidhjen e tyre të dashurisë. Nëse kanë biznes, do kenë një ngritje ekonomike financiare, do jenë nga ana financiare të jenë të kompletuar dhe do dalin të fituar në gjitha drejtimet. Peshoret do fitojnë dhe në fund fare do marrin një përgjigje pozitive, do bëjnë një jetë luksi. Ju uroj fat juve peshoreve.